Kryetar, faleminderit shumë për vizitën tuaj. Është gëzim i madh që kemi sot në Kosovë, në qytetin Prishtinë, në ndërtesën e qeverisë në kryeministri, dhe jemi fort mirënjohës që keni zgjedhur për vjetorin e Kuvendit të Lezhës që të na vizitoni në Republikën e Kosovës, një shtet tjetër i të njëjtit kom, i cili karakterizohet me vlerat dhe dëshirën për progres, për demokraci, për shërbim të ligjit, për zhvillim ekonomik në të dy anët e kufirit, që tash e kalojmë shumë kollaj me këtë autostradën e kombit, por besoj që do të bëhet edhe më mirë më shpejt me hekurudhën Prishtinë-Durrës. Edhe një herë, urime për detyrën që keni marrë dhe përshëndetje madh që kemi sot. Shumë faleminderit nderuar kryeministre, vlerësoj shumë këtë pritje. Edhe unë kam ardhur t'ju uroj gjithashtu për mandatin e ri, për zgjedhjet shumë suksesshme dhe konstituimin e qeverisë. Nuk diskutohet që kur ne vim në Kosovë, kur ju vjeni në Shqipëri, to janë vizita të gëzueshme, sepse ne jemi, siç e thatë ju, dy popull të njëjtit komp dhe ndajmë të njëjta vlera, ndajmë të njëjtën ambicie historike, kemi të njëjtin rrugëtim, jemi për krah njëri tjetrit, ndaj gëzojmë edhe marrëdhënie vllazërore të shkëlqyer.